Qysh në 2020-ën, kur Ruby u kthye nga një vizion në një markë të vërtet shqiptare, e dinim që donim të sillnim diçka artizanale, donim të sillnim diçka të bërë me kujdes, me përbërës të jashtëzakonshëm, që na rikujtonte diçka nga nostalgjia, por ndërkohë sillte diçka të re, diçka moderne. E kështu udhëtuam dhe morëm maçën nga Japonia, çokoladën nga Vietnami dhe krijuam tortat e para Ruby. E më pas Ruby u zgjerua duke bërë vend për më shumë njerëz. E teksa zgjerohemi, lind nevoja për të përshpejtuar ama disa procese. Kështu janë transaksionet. Ne kemi patur postin e Raiffeisen Bank që në ditën e parë të Rubyt. Por vërejmë që gjithmonë më tepër klientët tanë zgjedhin që të paguajnë nëpërmjet kartës ose metodave të tjera elektronike. Por ne, ky është një lajm i jashtëzakonshëm sepse në fakt ajo që vërtet duam të bëjmë është jo të kthejmë qindarkat e kusureve dhe të harxojmë kohë, por të kalojmë kohë të mirë me klientët tanë, duke i pyetur ata si ndihen dhe duke qëndruar më afër, duke i dëgjuar ata. Raiffeisen Bank, make it happen.